Ben Blushi, korbi i Beogradit që kërkon të baltos Kosovën. Ky status i Ben Blushit është një model i qartë i propagandës anti-Kosovë dhe anti-Albin Kurti, që rezonon më shumë me narrativën serbe se me realitetin në terren. Le ta çajmë holl pse. 1. Gjua e përdorur, demonizim personal. Blushi nuk bën analizë politike, nuk sjell argumente të balancuara, por përdor një arsenal ofendimesh, i paaft, i dëmshëm, demagog, delirant, madje shpik edhe një term ofendues, albinsek. Kjo është teknik tipike propagandistike, dehumanizimi i liderit politik për ta shkatëruar imazhin e tij në publik. Dhe kjo është pikërisht gjua që përdor Serbia ndaj Kurtit, duke e paraqitur si rrezik për Kosovën dhe rajonin. 2. Narrativ e fabrikuar, Albin Kurti si armik i shqiptarëve. Blushi përpiqet ta kthejë Albinin nga simbol i rezistencës kundër Serbisë në armik të Shqipërisë. Ai shkruan, vetëvendosja është kthyer në një parti kundër Shqipërisë dhe administrata albinsekte është kthyer në një agjenci anti-Shqipëri. Kjo është absurde, sepse vetëvendosja dhe Kurti janë forca më shqiptare dhe më pro bashkim që ka pasur Kosova ndonjëherë. Në fakt, Kurti kritikohet nga ndërkombëtarët pikërisht sepse nuk bën kompromis me Serbinë dhe mbron interesin kombëtar. Propaganda serbe kërkon t'ia ndryshojë fytyrën duke e paraqitur si përçarës të shqiptarëve, dhe Blushi po e bën të njëjtën gjë. 3. Manipulim i realitetit. Blushi flet për Kosovën më depresive në Evropë, investime zero, ekonomi të rrudhur, duke shpërfillur faktin që Kosova ka pasur stabilitet fiskal, rezerva të forta valutore dhe rritje ekonomike mbi mesataren e rajonit. Thotë se Kosova është nën embargo, gjë që nuk ekziston. Kosova është nën masa pezulluese të BE-s për shkak të tensioneve në veri, por kjo nuk është embargo. Pretendon se bizneset po ikin në Shqipëri, ndërkohë që në realitet shumë kompani nga Shqipëria po zhvendosin aktivitetin në Kosovë për shkak të tatimeve më të ulta. Këto janë tipike përmbysje faktesh, një tjetër teknik propagandistike. 4. Albin Kurti dhe Amerika, manipulim i perceptimit. Blushi thotë se Amerika e ka shpallur de facto non grata Kurtin. Kjo është një shpifje e hapur. Po, ka pasur tensione me SBA-n për menaxhimin e situatës në veri, por në asnjë dokument, deklarat apo akt zyrtar nuk është shpallur Kurti non grata. Kjo është një gjuhë e shpikur që përkon me propagandën e Vučićit dhe atyre që duan ta dobësojnë pozitën ndërkombëtare të Kosovës. 5. Pse sulmohet ndeshmëria e Kurtit? Këtu del thelbi. Blushi e ka të qartë se, përballë gjithë sulmeve, shumë kosovarë e mbrojnë Kurtin me një argument të thjeshtë, të paktën është i ndershëm. Ai nuk ka prona, vila, afera korruptive, ndryshe nga politikanët e Tiranës apo Prishtinës para tij. Kjo është arma më e fortë e Kurtit dhe Blushi synon pikërisht ta shemb këtë shtyllë. Sepse një lider i ndershëm, edhe nëse bën gabime politike, mbetet i rrezikshëm për elitën e korruptuar të rajonit. 6. Pse kjo është propagandë serbe? E paraqet Kurtin si armik të shqiptarëve, duke ja hequr atij legjitimitetin kombëtar. E përshkruan Kosovën si shtet të dështuar, gjë që është narrativa kryesore e Beogradit. Sulmon ndershmërinë e Kurtit, sepse ndershmëria e tij është ajo që e bën të pathyeshëm përballë korrupsionit dhe pazareve që Serbia dëshiron. Përfundim, kush është i ndershëm? Pyetja e Blushit, e pse qenë ka i ndershëm Albin Kurti, është në vetvete absurde. Kurti është i ndershëm sepse nuk ka pasuri të fshehta, nuk ka vila në Bregdet, nuk është kapur me aferat e nderash, nuk është peng i oligarkëve dhe nuk pranon të shes Kosovën për kompromise historike. Ndershmëria nuk matet me sa printer përdor, por me faktin se nuk e shet atë dheun. Blushi e di këtë shumë mirë. Por duke e mohuar, ai nuk po bën analizë, po bën propagandë. Dhe kjo propagandë është në linjë të plot me interesat e Serbisë, të dobësoj figurën e Albin Kurtit, liderit që Beogradi e sheh si pengesën kryesore për projektin e tyre. Pra, pyetja e vërtet nuk është pse qenë ka i ndershëm Albin Kurti, por pse kaq shumë njerëz në Tiranë bëhen njehon e propagandës së Beogradit kundër tij?